Atëherë, siç e pat edhe vetë, pati një moment tensioni, sepse antari i Këshillit Bashkiak, zoti Ëngjëll Shyti, u ngrit edhe na kërcënoi për shkak të asaj që thash unë, por në moment acarimi, tensioni, sepse kuptohet, pasi u miratua vendim për cilin ne ishim totalisht kundër, dhe ne i paraqitëm të gjitha argumentet, kryetari i bashkisë tha jo, këto janë teka, është e pavërtet, dhe deri në momentin që situata ishte shumë e qetë, shumë normale, çdo gjë ishte racionale. Pra të gjitha argumentet që paraqitëm ne dhe i kemi paraqitur vazhdimisht, dihen dhe janë shumë të arsyeshme. Në këtë moment kryetari i bashkisë tha kjo është teke dhe hajde ta miratojmë vendimin. Pra kjo është e papranueshme. Kështu që nga ky moment ndodhi edhe tensioni me antarin e Këshillit Bashkiak. Tani, ajo çfarë duhet dihet me siguri, ne nuk kemi për ta lënë këtu këtë punë. Edhe për këshilltarët turp të kenë, ata që kanë mbajtur këtë qëndrim që nga fillimi, ata që e ndryshuan më vjen shumë keq që duhet të gjendeshin përballë kësaj situate. Ose që ata ishin të detyruar të ndryshonin bindjen e tyre, është e papranueshme. Më vjen realisht keq për gjendjen ku janë, për ata, jo për mua. Kështu që praktikisht kjo punë nuk ka për të ngelur këtu. Të gjithë ata që votuan për turp e paçin dhe ne do vazhdojmë ta ndjekim në të gjitha hapat ligjor, do vazhdojmë ta ndjekim ligjërisht çështjen. Dhe ashtu siç e tha edhe Genci me të drejtë, ajo është e papranueshme sepse i gjithë komuniteti është i prekur atje. Kështu që praktikisht ne do luftojmë sepse s'kemi çfarë bëjmë. Pikë. Prekur brez pas brezi se ky personi që po vija.